Dita 8, refuzimi i pendimit dhe plaga e pashërueshme. Leximi i ditës, Jeremia kapitulli 8. Vargu kyç. Unë kam dëgjuar me vëmendje, ata nuk flasin drejt. Askush nuk pendohet për ligësinë e tij, duke thënë çfarë kam bërë, secili vazhdon vrapin e tij, si kali që hidhet në betejë. Shpjegimi. Në këtë kapitull, Zoti shpreh habinë dhe dhimbjen e tij për kokëfortësinë e pashoqe të popullit të Jeruzalemit. Edhe kur një person rrëzohet, ai përpiqet të ngrihet. Edhe shpendët e egër, leleku, turtulli, dallëndyshja, i njohin stinët e migrimit dhe kohën për t'u kthyer, por populli i tij nuk e njihte kohën e gjykimit të Zotit. Jeremia 8 vargu 7. Ata e kishin humbur çdo ndjenjë të pendimit. Askush nuk ndalonte për të pyetur çfarë kam bërë. Në vend të kësaj, ata vraponin verbërisht drejt mëkatit dhe shkatërimit, si një kal që hidhet me furi në betejë, pa menduar për pasojat. Zoti i qorton ashpër udhëheqësit dhe profetët renacak, të cilët i qetësonin njerëzit duke u thënë paqe, paqe, kur në fakt nuk kishte paqe. Jeremia kapitulli 8 vargu 11. Kapitulli mbyllet me vajtimin e famshëm të Jeremis. A nuk ka balsam në Galat? A nuk ka asnjë mjek atje? Pse pra nuk vjen shërimi i bijes së popullit tim? Jeremia vargu 22. Duke treguar se plaga e tyre ishte kaq e thellë, sa që asnjë ilaç njerëzor nuk mund ta shëronte. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 8. O Zot, Perëndi i shenjtë, fjala jote sot më depërton deri në palc. Më fal nëse shpesh jam mjaftuar me një besim formal dhe kam lejuar që zemra ime të ngurtësohet nga mashtrimi i mëkatit. Më fal o Atë nëse kam mbajtur simbolin e kryqit tënd pa e kuptuar peshën e tij të vërtetë, pa e ditur se ai kërkon një vdekje ndaj vetvetes dhe një jetë të shenjtërueshme. Unë e pranoj se shpesh nuk di si të sillem si një ndjekës i vërtet i Jezusit. Sot të lutem, më jep një zemër që pendohet. Mos më lër të vrapoj verbërisht pas rrugës së kësaj bote, si kali që hidhet në betejë. Më ndalo o Zot dhe më bëj të pyes, çfarë kam bërë? Unë dua t'i ndreq rrugët e mia. Shëroje plagën e zemrës sime, balsami të Galadit, me hirin tënd transformues. Bëje jetën time një tempull të pastër, ku fryma jote banon me kënaqësi. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.